Historia e Inës, Stelinës dhe Caseyt ka nisur që në përputhen, ku fillimisht u pozicionuan si miq me njëri tjetrin. Stelina dhe Casey shprehen hapur një pëlqim mes tyre që në nisje të programit, gjë që u zhvillua më tej edhe në një lidhje dhe angazhim mes tyre edhe jashtë programit. Më pas e gjithë situata mori tjetër rrjedh, për shkak të dyshimeve të Stelinës sa i përket marrëdhënies së Caseyt me Inën. Stelina vendosi që të mos ishte më e deklaruar për Caseyn, pasi pa disa skena që nuk i pëlqyen mes Caseyt dhe Inës në ditëlindjen e kësaj së fundit. Kjo situatë shënoi edhe largimin e Caseyt dhe Inës nga program, të cilët më pas ishin kapur nga kamerat në shoqërinë e njëri tjetrit në një klub nate, edhe pse pretendimet e tyre vazhdonin të ishin për një miqësi të mirë. Më pas Casey u bashkua shtëpisë së Big Brother VIP5 gjithashtu dhe Stelina dhe në momentin që si dukej po fillonin të jepnin një shans të dytë njëri tjetrit, në sken u fut sërish Ina sërish si mikesha e Caseyt. Mirë po një klip u transmetua në ekran, ku shihej Ina teksa puthej me Caseyn. Sa po Ina u bashkua në shtëpi, Casey u pozicionua krah saj, shpesh duke thënë se ata të dy janë miq. Stelina shprehet se është ende pa asnjë sqarim nga Casey lidhur me të gjithë situatën, ndërkohë që ai së bashku me Inën po krijojnë një raport për tej miqësisë, pasi kanë shkëmbyer puthje brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe i kanë shprehur ndjenjat njëri tjetrit. Duket se kjo lidhje ka ngjallur mosbesim jo vetëm te banorët e shtëpisë, opinionistët Arber Hajdari dhe Monika Kryemadhi, por edhe për publikun, i cili është ndarë në dysh dhe ka krijuar opinionet e veta për secilin nga banorët Caseyn, Inën dhe Stelinën dhe marrëdhënien mes tyre. Ne kemi bërë një sondazh në kanalin ton Labirint në YouTube me pyetjen se cila nga banorët ju pëlqen më shumë, Ina apo Stelina. Deri tani ndjekësit tanë kanë shprehur pëlqimin e tyre kështu: 77% kanë votuar për Stelinën dhe 23% për Inën.